Këtë të diel dega e Partisë Demokratike në Elbasan po zhvillon zgjedhjen e drejtuesit të ri të saj. Në garë janë 5 kandidat: Lumturi Hasa, Durim Çekrezi, Elior Vila, Sokol Shkëlzeni si dhe Alis Narazani. Por teksa ky proces shihet si vendimtar për të ardhmen e degës në këtë qytet, antarët po përballen me heqjen e emrit të tyre nga listat e antarësisë. Doris Madhi, aktualisht drejtuese e grupit të këshilltarëve të opozitës në Këshillin Bashkiak të Elbasanit, thotë se është hequr nga lista pas një njoftim. Fatkeqësisht konstatoj në pozicionin që kam si antar e Këshillit Bashkiak dhe drejtuese aktuale e grupit në Këshillin Bashkiak, që emri im nuk është në listat e antarësisë së Partisë Demokratike. Përpos faktit që unë jam e pajisur me tesërën e antarësisë tashmë prej vitesh, prej gati 8 vitesh, në një bisedë që pata me drejtuesin politik dhe të deleguarin për procesin, mu komunikua pikërisht sot, jashtë atyre që janë afatet ligjore dhe sigurisht edhe ai kodi njerëzor, që ka pasur një vendim dhe një dhënie mendimi për personin tim, i cili ka shkuar dhe është përcjellur në kryesinë e PD-s për pezullimin e pozicionit të antarësisë time në Partinë Demokratike. Nga lista mësohet se është larguar edhe emri i Zheni Gjergjit, pasi ajo u emërua drejtoresh në Spitalin e Elbasanit, por edhe emri Alecia Balliut. Kjo e fundit ka shpallur publikisht ambicien për të kandiduar në garën për kreun e Partisë Demokratike përballë Sali Berishës. Kjo valë përjashtimesh vjen vetëm disa ditë pasi PD-ja përjashtoi si këshilltar të saj në Këshillin Bashkiak të Durrësit Dritan Burgiën dhe Arlind Boshkun, pasi këto të fundit mbështeten lëvizjen e Ervin Salianjit.